Departamenti Amerikan i Mbrojtjes publikoi 162 dosje, dokumente, dëshmi, raporte operative dhe video që lidhen me shfaqje të UFO-ve dhe fenomeneve ajrore të pa identifikuara, disa prej të cilave datojnë afro 80 vite më parë. Autoritetet amerikane krijuan gjithashtu një platformë të posaçme në faqen zyrtare War.gov, ku është ngarkuar gjithë materiali i deklasifikuar, përfshirë video nga sensor ushtarak, raporte misioni dhe analiza teknike mbi objektet e regjistruara. Publikimi i dosjeve vjen pas një urdhri ekzekutiv të presidentit Donald Trump në muajin shkurt, i cili kërkonte transparencë të plot mbi jetën jashtëtoksore, fenomenet ajrore të pa identifikuara dhe objektet fluturuese të pa identifikuara UFO-t. Njoftimi u shoqërua me deklarata të sekretarit amerikan të mbrojtjes Pat Hegseth, drejtoreshës së inteligjencës kombëtare, drejtorit të FBI-s dhe administratorit të NASA-s. Zyrtarët vlerësuan vendimin e Trump për publikimin e dokumenteve, duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm drejt transparencës publike. Sipas administratës amerikane, qytetarët mund të kenë tashmë qasje të drejtë për drejtë në video, foto dhe dokumente origjinale që më parë ishin të klasifikuara ose të shpërndara pjesërisht mes institucioneve federale. Megjithatë, edhe përpara urdhrit presidencial, Pentagoni kishte nisur prej vitesh një proces gradual deklasifikimi të dokumenteve që lidhen me UFO-t. Institucionet federale amerikane i referohen zakonisht këtyre rasteve si fenomene anormale të pa identifikuara. Sean Kirkpatrick, fizikan dhe ish drejtuesi i zyrës për zgjidhjen e anomalive në të gjitha fushat, deri në vitin 2023 deklaroi se ka shqyrtuar materialet e publikuara dhe nuk pret zbulime tronditse. Njerëzit nuk duhet presin dokumente me fotografi të alienëve apo intervista me qenie jashtëtoksore. Kjo thjesht nuk ekziston, tha ai për Associated Press. Kirkpatrick shtoi se shumë prej videove që qarkullojnë si prova të teknologjisë jashtëtoksore kanë shpjegime teknike dhe të zakonshme. Sipas tij, kamerat infrakuqe të përdorura nga ushtria amerikane shpesh regjistrojnë motor avionësh ose objekte të tjera të nxehta, duke krijuar efekte optike dhe termike që interpretohen gabimisht si objekte misterioze. Raporti i parë për vitin 2024 dokumentoi qindra raste të reja, por nuk gjeti prova që qeveria amerikane të ketë konfirmuar ndonjëherë ekzistencën e teknologjisë jashtëtoksore. Një raport i dytë që do të mbulojë rastet më të fundit pritet të publikohet së shpejti. Një zëdhënës i shtëpisë së bardhë deklaroi se administrata Trump po synon transparencë maksimale për publikun amerikan. Videot, fotografitë dhe dokumentet origjinale nga të gjitha institucionet federale janë tashmë të përqendruara në një vend të vetëm dhe nuk kërkohet autorizim për t'i parë, deklaroi ai. Sipas shtëpisë së bardhë, administratat e mëparshme janë përpjekur të minimizojnë ose diskreditojnë interesin publik për këto raste, ndërsa Trump po i jep publikut mundësinë të krijojë vetë një gjykim mbi materialet e publikuara. Ky vendim vjen pasi presidenti amerikan urdhëroi gjithashtu publikimin e dosjeve që lidhen me atentatet ndaj presidentit John Kennedy, senatorit Robert Kennedy dhe Martin Luther King gjatë javës së parë të mandatit të tij të dytë në janar 2025. Greqia përfshihet në dosjet e UFO-ve. Ndër vendet që përmenden më shpesh në materialet e publikuara është edhe Greqia. Në dosje gjenden disa raporte për fenomene ajrore të pa identifikuara të regjistruara në territorin grek ose në zonat detare pranë tij. Dokumentet shoqërohen me raporte operative, analiza teknike dhe video të regjistruara nga sensor ushtarak amerikan. Një nga rastet e raportuara, një operator ushtarak amerikan deklaron se ka vëzhguar një objekt ajror të pa identifikuar që fluturonte vetëm pak metra mbi sipërfaqen e oqeanit. Raporti përshkruan objektin duke kryer disa kthesa 90 gradë me një shpejtësi të vlerësuar rreth 80 milë në orë. Në një raport që lidhet me Greqinë, objekti përshkruhet si një UAP që fluturonte drejt vijës bregdetare mbi sipërfaqen e detit. Video ushtarake nga viti 2023. Një prej videove më të komentuara zgjat 2 minuta e 57 sekonda dhe është regjistruar në vitin 2023 nga një sensor i fratkuq në një platformë ushtarake amerikane. Raporti shoqërues përshkruan objektin duke fluturuar pranë sipërfaqes së oqeanit dhe duke kryer manovra të shumta me kthesa 90 gradë. Sipas përshkrimit teknik të videos, në sekondat e para në ekran shfaqet një zonë kontrasti që hyn në fushën e sensorit. Nga sekonda 7 deri në 19, objekti lëviz horizontalisht ndërsa sensori përpiqet ta ndjek. Më pas objekti mbetet i përqendruar në pamje për më shumë se 1 minutë. Në minutën e dytë sensori aktivizon një rrjet gjurmimi dhe përpiqet të sinkronizojë lëvizjen me objektin. Më vonë aktivizohet një filtr kontrasti për të dalluar më mirë objektin nga sfondi. Në fund objekti humbet nga fusha vizuale dhe operatori ndryshon vazhdimisht nivelet e zmadhimit dhe kontrastit për ta rikthyer në fokus. Objekti në formë diamanti. Një video tjetër e regjistruar në vitin 2024 dhe me kozgjatje 1 minutë e 5 sekonda tregon një objekt që sipas raportit ushtarak ishte formë diamanti. Raporti përshkruan objektin duke lëvizur me një shpejtësi rreth 434 nyje detare. Operatori ushtarak raportoi se objekti mund të identifikohej vetëm përmes sensorëve infratukuq me valë të shkurtra. Pamjat fillojnë me ekran të ndarë në dy pjesë. Në njërin anë shfaqen pamje optike ndërsa në tjetrën pamje infratukuqe. Sipas përshkrimit objekti bëhet i dallueshëm në sekondën e 4. Në sekondën e 10 pamja kalon në ekran të plot. Më vonë objekti përshkruhet vizualisht si një pikë në formë loti të përmbysur me një masë lineare poshtë saj. Në sekondën e 56 operatori kalon sensorin në spektër normal të dukshëm dhe objekti humbet menjëherë nga pamja. Edhe pas rikthimit në modalitetin SWIR, objekti nuk arrin të identifikohet më.